tregohu durimtar gjatë sprovave. Nuk ka dyshim se durimi është një prej adhurimeve shumë të rëndësishme për robin. Njëherët është armë e cila pa të besimtari e ka të pamundur t'i afrohet xhenetit dhe t'i shpëton zjarrit të xhenemit. Kur jemi tek durimi apo sabri, durimi ka 3 kategori. Kategoria e parë është durimi përballë nënshtrimit ndaj Allahut te baraka wa taala. Kategoria e dytë e sabrit është durimi përballë ndalesave, gjërave të cilat Allahu na i ka ndaluar, si dhe kategoria e tretë e sabrit është durimi përballë caktimeve apo kadereve të hidhura që vinë prej Allahut Jalla wa Ala. Nuk ka dyshim se sprovat bëjnë pjesë në këtë kategorinë e tretë, e që janë prej caktimeve të hidhura të Allahut subhanahu wa taala, që Allahu i sprovon robrit e tij. Allahu i madhërisëm na flet për sabrin në shumë ajete të Kuranit famlart, dhe shumë herë na bën thirrje që ne të armatosemi me sabër për vazhdimin dhe shtektimin ton drejt Allahut subhanahu wa taala. Për ajeteve të cilat na flasin për sabrin në Kur'anin famlar, e kemi ajetin 200 të surës Al Imran, ku Allahu dhul Jalal thot: "Ya ayyuhalladhina amanu sbiru", o ju besimtar, tregohuni durimtar, bëhuni sabërli. Pastaj e kemi ajetin 45 prej kaptinës Bekara, Allahu i madhërisëm thot: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", dhe ju ndihmojeni vetveten tuaj me sabër dhe me namaz. Allahu subhanahu wa taala na mëson dhe na thret që ne të ndihmojmë vetveten ton momente kur gjendemi në momente të vështira, ballafaqohemi me sfida dhe me probleme të ndryshme. Allahu na porosit që ne të pajisemi me sabër dhe të nxitojmë drejt namazit, do t'i kalojmë këto momente të vështira sigurisht më lehtë. Po ashtu kemi edhe një numër shumë të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salam, të cilat na flasin për sabrin. Transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam një ditë kaloi pranë një gruaje e cila ishte pranë një vari dhe ishte duke qajtur. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Ittaqillaha wasbiri", frigoju Allahut dhe bën durim, o robresha Allahut subhanahu wa taala. Ajo ishte pranë varit të djalit të saj dhe ajo reagoi në një formë të pahishme, duke mos ditur se kush po i fol. Nuk e dinte që pejgamberi alayhis salam ishte duke porosit dhe duke kërkuar prej saj që të tregoj durim dhe sabër për këtë sprovë. Kur e kuptoi se ishte pejgamberi alayhis salam, atëherë ajo ndjeu keqardhje dhe shkoi që të kërkon falje dhe t'i rrefet pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam në këtë rast i thot: "Innama as-sabru inda sadmati al-ula", thot dije se sabri është në goditjen e parë. Që do të thotë se sabërlit e vërtet janë ata të cilët që në momentin e parë kur ballafaqohen me një moment të vështirë tregohen durimtar, ndërsa ata të cilët pas një kohe fillojnë të bëjnë sabër, ata nuk janë ata të cilët kanë arritur me marrë shpërblimin maksimal, për arsye se njeriu edhe masi që një sprov mund ta godet, mas një kohe fillon të adaptohet dhe fillon të mësohet, për arsye se nuk ka zgjidhje tjetër dhe nuk mund të ndrohet një realitet i tillë. Nuk ka dyshim se rezultatet apo frytet e sabrit përballë sprovave janë të shumta dhe ne po i kujtojmë disa. Prej fryteve dhe rezultateve të sabrit apo durimit përballë sprovave janë se sabri gjithmonë neve na kujton në të njëjtën kohë durimin e madh të Jusufit alayhis salam, i cili ishte treguar durimtar gjatë krejt atyre peripetiveve dhe momenteve të vështira që i kishte kaluar Jusufi alayhis salam në sprovat në të cilat kishte kaluar. Mirë po, ne në fund e dim dhe e kemi të qartë se Jusufi alayhis salam pas gjithë atyre momenteve të vështira në fund del faqebardh dhe triumfues. Sabri një rezultat apo një dobi tjetër është se sabri gjatë sprovave siguron shpëtimin. Allahu dhul Jalal në surën Al Imran ajetin 200, masi që kërkon prej besimtarëve që të pajisen me sabër dhe të tregohen durimtar, në fund ajetit thot: "Wattaqullaha la'allakum tuflihun", frigojeni Allahut
ndoshta do të jeni të shpëtuar. Pastaj ata që treguhen durimtar gjatë provave nuk dështojnë asnjëherë dhe nuk do të jenë të zhgënjur asnjëherë. Pastaj sabri sjell shpërblim dhe falje. Thot Allahu dhul Jalal në surën Hud ajetin 11: "Illa alladhina sabaru wa 'amilu s-salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Përpos atyre të cilët bojnë sabër, tregojnë durimtar, bëjnë vepra të mira, të tillëve Allahu u ka përgatitur falje dhe shpërblime të mëdha. Po ashtu sabri është një rrugë prej rrugëve drejt xhennetit, e cila të shpihen në xhennet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala kur e sprovon një njeri dhe ja merr dritat e syve, Allah azza wa jall thot ai i cili tregohet dërimtar pse ne ja kemi marrë dritat e syve është i verbër, ne do t'ja japim xhennetin. Në një hadith tjetër të cilën transmeton Abu Huraira, pejgamberi alayhis salam në hadithin kutsi thot Allahu dhul Jalal thot kur robit ja marrim një antar të familjes e ai bën sabër dhe shpreson në shpërblimin e Allahut, për njerëzit e tillë nuk ka shpërblim tjetër pos xhennetin. Po ashtu Allahu i madhreshëm tregon se shpërblimi i sabrit, i durimit është shpërblim i pakufishëm, sikur këtë e vërteton Allahu dhul Jalal në kapitullin Zumar ajetin 15, ku Allahu dhul Jalal thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab." Me të vërtetë Allahu dhul Jalal udhëron durimtarëve sabërlive shpërblimin e tyre pa hesab. Elusim Allahu dhul Jalal që të na mbush zemrat tona plot me sabër, që të na pajis dhe të na zbukron imanin ton me sabër, derisa të takohemi me Allahun dhul Jalal e të kënaqemi me mirësitë dhe xhennetet e tij, gjerë në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.